Mbahet një marsh pro Vučićit në Kumanov, bëhen thirrje nacionaliste rroft Serbia dhe Kosova është e jona. E cilësoj si spiun të Serbisë dhe aleat të Putinit, zëvendës kryeministri Stojilković do ta padisë për shpifje liderin e LSDM-s Venko Filipçe. Vëmërotë Pëmëneja vlerëson se Venko Filipçe është mbështetës i hapur i politikës bullgare kundër identitetit Maqedonas. Në 24 orët e fundit janë shënuar 5 raste të dhunës në familje, 3 persona janë arrestuar. Të nderuar shikues, përshëndetje. Në Kumanov është mbajtur sot një protest në mbështetje të presidentit serb Aleksandar Vučić. Në këtë manifestim të organizuar nga shoqata maqedono-serbe janë dëgjuar edhe thirrjet nacionaliste rroft Serbia dhe Kosova jona. Megjithatë, organizatorët thanë se qëllimi i tubimit ishte promovimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal. Në tinguj të këngëve rroft Serbia dhe Kosova jon, 10 qytetar, shumica prej tyre pensionist me flamuj të Serbisë dhe Maqedonisë, u mblodhen rrugëve të Kumanovës përkatësisht para konsullatës së Serbisë në këtë qytet, në kuadër të një tubimi mbështetës për presidentin serb Aleksandar Vučić. Organizatorët të tubimit janë shoqata maqedono-serbe, e cila kishte bërë thirrje publike për pjesëmarrje dhe mbështetje ndaj politikave të presidentit serb. Qytetarët fillimisht u grumbulluan në qendër të Kumanovës dhe më pas marshuan drejt konsullatës së nderit të Serbisë, duke mbajtur flamuj dhe pankarta të ndryshme. Organizatorët thanë se qëllimi i tubimit ishte promovimi i paqes, stabilitetit dhe bashkëpunimit rajonal, duke shprehur njëkohësisht përkrahje për politikat e Vučićit. Jemi këtu si organizat, jo si parti politike. 99% këtu janë serb me nacionalitet, por duhet të jem realiste. Këtu janë edhe një numër i madh i qytetarëve Maqedonas. Të gjithë ndjekin politikën e tij dhe veprimeve të tij. E mbështesin për zhvillimin që e bëri në Republikën e Serbisë. Këtu jemi si organizate serbëve që të japim një farë mbështetje dhe respekt për veprimtarinë e tij. Ndërsa nëse flas nga perspektiva personale dhe nga zemra, jam shumë e lumtur që jemi mbledhur këtu. Megjithatë, organizimi ka nxitur reagime politike në vend, nga opozitarja LSDM kanë kritikuar ashpër për këtë aktivitet. Andrej Zhernovski nga partia opozitare ka cilësuar si ndërhyrje në çështjet e brendshme politike dhe ka akuzuar partner të pushtetit të VMRO-DPMN-s se qëndrojnë pas mobilizimit të qytetarëve për këtë tubim. Zhernovski tha se institucionet duhet të sqarojnë rolin e organizatorëve dhe mbështetjen eventuale politike pas këtij aktiviteti. Kjo heshtje është prova më e mire politikës tyre dyftyrëshe. Nuk është problem përzierja në politikën e një shteti tjetër. Problem për ta është vetëm kush e bën atë. Vetëm imagjinoni çfarë do të ndodhte sikur nesër në Maqedoni të organizohej për shembull një tubim në mbështetje të Radevit. Mickoski, Mocunski dhe gjithë rrjeti i tyre mediatik urbanist do të bërtisnin për ndërhyrje në punët e brendshme, rrezikim të sovranitetit, tradhti kombëtare dhe do të mbanin konferenca për shtyp çdo orë. Kjo është hera e parë që një tubim i tillë realizohet në Maqedoninë e Veriut dhe cilësohet si kundërpërgjigje e protestave që po mbahen në Serbi kundër presidentit serb. Qarqe të caktuara opozitare përgjegjës për këtë protest e kanë bërë edhe zëvendës kryeministrin dhe ministrin Ivan Stojilković, i cili në qeverinë aktuale është si partner dhe kryetari i Partisë Serbe në Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë, opozita Maqedonas e akuzon zëvendës kryeministrin Ivan Stojilković se punon për shërbimin sekret serb dhe është në bashkëpunim me një organizatë të afërt me presidentin rus Vladimir Putin. Për këtë akuzë të kreut LSDM-s Venko Filipçe ka reaguar zëvendës kryeministri Stojilković, i cili ka deklaruar se është duke përgatitur padi kundër liderit të LSDM-s. Zëvendës kryeministri Ivan Stojilković është duke përgatitur padi kundër liderit të LSDM-s Venko Filipçe për akuzat e tij se politikani me përkatësi etnike serbe punon për shërbimin sekret serb dhe është në bashkëpunim me Vladimir Putinin. Filipçe do të duhet i provojë këto akuza në gjykatë dhe gjoba që do të paguajë do të shkojë në spitalin psikiatrik në Bardovc, i cili nuk arriti të parandalonte gjendjen e tij, shkruan Stojilković, duke sugjeruar probleme të mundshme mendore tek kreu i LSDM-s.
Fantazitë e sëmura dhe fiksimet tinzare që Venko Filip që ka nisur vazhdimisht nga karrierja presidenciale në LSDM për një kohë të gjatë, më në fund kanë marrë një diagnozë zyrtare në formën e një padije. Sigurisht nuk do të kërkoj mohim ose kërkim falje. Është marrëzi të presësh mirësjellje dhe arsye nga një personazh që është gati të shkel faqen e tij për 5 minuta dorëtrokitje të lira në konferencat për shtyp të partisë dhe 100 pëlqime në rrjetet sociale. Gjatë një konference për media ditë më parë, kreu i opozitës Venko Filip që ka deklaruar se zëvendës kryeministri Ivan Stojilković është bashkëpunëtor i shërbimeve sekrete serbe dhe ka komunikim me ujqirit e NATO-s, organizate afërt me Putinin. Ndërsa Filip që akuzoi Stojilkovićin si spion serb, VMRO DPMNE-ja ka cilësuar sot kreun e LSDM-s si mbështetës të hapur të politikës bullgare për mohimin e gjuhës dhe identitetit Maqedonas. Zëvendësi i VMRO DPMNE-s Valentin Manasievski deklaroi se është konfirmuar bashkëpunimi i Venko Filipçës dhe LSDM-s me autoritetet bullgare me qëllimin e vetëm për të përfshirë bullgarët në kushtetutë. Është konfirmuar bashkëpunimi i Venko Filipçës dhe LSDM-s me autoritetet bullgare me qëllimin e vetëm për të përfshirë bullgarët në kushtetutë. Këtë pretendim e ka ngritur sot zëdhënësi i VMRO DPMNE-s Valentin Manasievski, i cili ka deklaruar se kjo do të jetë e para nga shumë kërkesat që Bullgaria do të ketë më pas që lidhen me identitetin, gjuhën, kulturën dhe historinë. Në fotografiat azad mene ku gledame Rubin Zemon që në foton pas meje shohim Rubin Zemonin i cili tha qartë në një podcast bulgar se Goce Delçevi është një mit dhe se ai nuk ka bërë asgjë për Maqedonin. Rubin Zemon në foto shihet me Viktor Stojanov nga Fondacioni i Maqedonisë. Kjo është një organizatë qeveritare e kontestuar që vepron në Maqedoni. Fondacioni synon të përhap propagandë bullgare dhe është i njohur për shpërthimet ksenofobike dhe pikpamjet se populli Maqedonas dhe historia maqedonase janë nën historiografin bullgare. Partia në pushtet vlerëson se ky koalicioni Venko Filipçës dhe Rubin Zemonit, pra i LSDM-s me organizatat bullgare, është gati të mohojë identitetin Maqedonas, të sfidojë gjuhën maqedonase, të fshijë historinë dhe të shkatërrojë kulturën maqedonase. Mësojmë se antarët të shquar të LSDM-s kanë parë se gjërat kanë shkuar shumë larg dhe se kjo nuk duhet të lejohet të vazhdojë. U miratua, kështu që Filipçës ju sugjerua të largonte Rubin Zemonin nga këshilli i zgjedhjeve në mënyrë që ai të mos dëmtonte partinë dhe të vazhdonte punën e tij, deklaroi Manasievski. Kryetari i LSDM-s Venko Filipçë theksoi se për shkak të dështimit në zbatimin e reformave dhe mos funksionimit të qeverisë së VMRO DPMNE-s, shteti ka humbur të paktën 200 milion euro fonde europiane. Ai theksoi se nëse agjenda e reformave do të ishte zbatuar në përputhje me detyrimet dhe afatet, shteti do të kishte marrë dukshëm më shumë para europiane. Duke vepruar kështu, Filipçë theksoi se me zbatim më të mirë të reformave, shteti mund të kishte shmangur disa nga shumat e reja të planifikuara për huamarrje, lidhur me pretendimet e qeverisë se vendi është i pari në rajon përsa i përket realizimit të detyrimeve. Filipçë tha se kjo është pjesë e propagandës së VMRO DPMNE-s, që ajo kryen për çdo temë me qëllim që të fshehë situatën reale. Komuna e Çajirit ka fituar mbi 1 milion denar mbështetje nga Byroja për Zhvillim Rajonal. Sipas krerëve komunal, Çajiri është e vetmja komunë nga komunat urbane të qytetit Shkupi që ka përfituar mbështetje në kuadër të kësaj thirrjeje. Nga komuna kanë njoftuar edhe për vendosjen e 40 shportave të reja për mbeturina dhe paralemrojnë edhe vendosjen e 120 ulësve të reja pra në hapësirat publike të Çajirit. Mbi 1 milion denar mbështetje financiare ka siguruar Komuna e Çajirit nga Byroja për Zhvillim Rajonal në kuadër të programit për zhvillim urban dhe zhvillim të qëndrueshëm. Nga komuna thonë se mjetet e siguruara do të shfrytëzohen për vendosjen e kontejnereve nontoksor për mbeturina komunale në rrugën Metodia Mitevski. Nga komuna gjithashtu ka njoftuar edhe për vendosjen e 40 shportave të reja për mbeturina dhe paralemrojnë edhe vendosjen e 120 ulëzeve të reja në hapësirat publike të Çajirit. Kryetari i Këshillit Komunal Muhamet Murtezi tha se aksioni për vendosjen e shportave është bërë në bashkëpunim me ndërmarrjen publike Higjiena Komunale dhe ndërmarrjen publike Partje dhe Gjelbrime. Dje dhe sot janë vendosur 40 shporta për mbeturina në lagje të ndryshme të Çajirit, duke shpresuar në këtë mënyrë që bashkërisht të kontribuojmë largimit të mbeturinave nga rrugët tona. Ditëve në vijim do të vendosen edhe 120 ulëse të reja
ku qytetarët do të kenë mundësi që të pushojnë gjatë daljes së tyre në natyrë. Murtezi ka njoftuar edhe për vazhdimin e aksionit të largimit të veturave të braktisura dhe lirimin e hapësirave publike, po ka njoftuar edhe për vendosjen e kontejnereve special për mbetjet e kurbaneve me rastin e festës së Kurban Bajramit. Ndërsa me rastin e Kurban Bajramit në 5 lokacione të ndryshme do të vendosen kontejner të veçantë ku qytetarët që thërrin kurban do të mund të hedhin lëkurat dhe mbetjet e kurbanëve. Gjithsesi do të njoftoheni se ku do të jenë këto lokacione dhe vërtet ne shpresojmë që të respektohet ky qëndrim. Nga Komuna e Çajirit thonë se qëllimi i gjithë këtyre aktiviteteve mbetet krijimi një ambienti të rregulluar, funksional dhe më të pastër për të gjithë qytetarët. Kryeministri Kristian Mickoski ka dërguar urim zyrtar me rastin e 23 majit, ditës ndërkombëtare të vllehëve, duke i uruar paqe, shëndet dhe mirëqenie gjithë pjesëtarëve të komunitetit vlleh. Në mesazhin e tij Mickoski vlerësoi rolin dhe kontributin kulturor të vllehëve në vend, duke theksuar se kultura, tradita dhe zakonet e tyre përbëjnë një pjesë të rëndësishme të identitetit dhe zhvillimit të shtetit. Ai bëri thirrje për unitet, tolerancë dhe respekt të ndërsjellë mes qytetarëve, duke theksuar se vetëm përmes bashkëpunimit dhe mirëkuptimit mund të ndërtohet një shoqëri me besim dhe stabilitet. Kryeministri gjithashtu nënvizoi se një nga prioritetet kryesore të qeverisë është krijimi i kushteve më të mira për jetesë dhe zhvillim ekonomik në mënyrë që të rritë të qëndrojnë dhe të ndërtojnë të ardhmen e tyre në Maqedoninë e Veriut. Ministria e Punëve të Brendshme informoi se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar gjithsej 5 raste të dhunës në familje, ndërsa 3 persona janë arrestuar pas denoncimeve për sulme fizike dhe kërcënime. Në një rast në Shkup, një grua 33 vjeçare raportoi se ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj 39 vjeçar pas një grindjeje në shtëpinë familjare. Një 40 vjeçar nga Gostivari është arrestuar për shkak se drejtoi makinën e tij në ndikim të alkoolit dhe jo vetëm, siç njoftojnë nga policia, VB me makinën e tij të tipit Renault kishte regjistruar edhe shkelje tjetër, duke kaluar në semafor të kuq. Se VB ka qenë në ndikim të alkoolit, policia e ka konstatuar gjatë një kontrolli rutin dhe menjëherë pas kontrollit efektivët policor e kanë konfiskuar veturën. Ndërkohë, nga Ministria e Punëve të Brendshme informojnë se gjatë 24 orëve të fundit janë regjistruar gjithsej 5 raste të dhunës në familje, ndërsa 3 persona janë arrestuar pas denoncimeve për sulme fizike dhe kërcënime. Në një rast në Shkup, një grua 33 vjeçare raportoi se ishte sulmuar fizikisht nga bashkëshorti i saj 39 vjeçar pas një grindjeje në shtëpinë familjare. Gjithashtu policia arrestoi një 50 vjeçar nga rrethina e Shkupit, pasi bashkëshortja e tij, 46 vjeçare, e denoncoi për dhunë fizike. Zyrtar policor të sektorit të punëve të brendshme Shkup kanë privuar nga liria personin me inicialet II, 50 vjeçar nga Shkupi, pas denoncimin nga bashkëshortja e tij, 40 vjeçare, se është sulmuar fizikisht në shtëpinë e tyre familjare. Në një tjetër rast në Shkup, një grua 43 vjeçare denoncoi se bashkëshorti i saj me të cilin nuk jeton bashk e kishte sulmuar fizikisht atë dhe vajzën e tyre të mitur. Gjithashtu raste dhune janë regjistruar edhe në Negotin, ku një 18 vjeçar u arrestua, pasi nëna e tij raportoi se e kishte sulmuar dhe kërcënuar atë dhe vllajën e tij të mitur. Po ashtu në një fshat të Vinicës policia ka arrestuar një 37 vjeçar, pasi u raportua se bashkë me nënën e tij kishte sulmuar fizikisht bashkëshorten e tij 22 vjeçare. Nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se po ndërmerren masa për zbardhjen e të gjitha rasteve dhe paralajmërojnë kallëzime përkatëse pas dokumentimit të plotë të rasteve. Administrata e presidentit Donald Trump po shqyrton nisjen e një operacioni tjetër ushtarak kundër Iranit mes përpjekjeve diplomatike për arritjen e një marrëveshjeje të re, të cilat ende vazhdojnë. CBS News raportoi se deri të premten nuk ishte marrë asnjë vendim përfundimtar, por përgatitjet për veprime të mundshme po vazhdonin brenda qeverisë dhe ushtrisë amerikane. Raporti tha se presidenti Trump anuloi planet për të kaluar fundjavën e ditës së përkujtimit në klubin e tij të golfit në New Jersey dhe në vend të kësaj planifikoi të kthehej në shtëpinë e bardhë për shkak të asaj që ai shkroi si rrethana që lidhen me qeverinë. Shtetet e Bashkuara presin që plani i qeverisë në detyrë të Kosovës për themelimin e gjandarmerisë të jetë në përputhje me zotimet e saj për ruajtjen e paqes dhe sigurisë.
Kështu tha për Europën e lirë një zëdhënës i ambasadës amerikane në Prishtinë, i cili shtoi se po monitorojnë njoftimet e fundit sa i përket propozimit për krijimin e një force gjandarmërie në Kosovë. Më 19 maj, ministri i detyrë i punëve të brendshme të Kosovës, Xhelal Sveçla, njoftoi se janë ndërmarrë hapat e parë drejt themelimit të gjandarmërisë së Kosovës. Ai tha se është nënshkruar dokumenti për krijimin e një grupi punues që do të bëjë analizimin dhe propozimin e modaliteteve për funksionimin e gjandarmërisë. Po mbyllim këtu këtë edicion të lajmeve të nderuar shikues për të takuar sërish në orat 18:55. Mirëmbëjtje atëherë.